Miq të nderuar të Ora 24.tv dhe almakos.com, përshëndetje. Ashtu siç kemi premtuar, edhe do të vazhdojmë. Zgjedhjet lokale tani më kanë përfunduar dhe po kalojnë periudha e 100 kur kryetarët e komunave kanë marrë mandatet e tyre dhe ne thashë të kërkojmë edhe llogari. Dhe pikërisht po e nisim nga Struga, nga aty ku u bë shumë zhurmë si për ne si media, por edhe për të gjithë procesin zgjedhor. Dhe kam nderin që ta filloj me zotin Mediqyra. Zoti Qyra, përshëndetje dhe mirë se ju gjetëm tani në Strugë edhe si kryetar. Zoti Qyra, flasim pak shkurt. Si ishte Struga dhe si është sot nga këndvështrimi juaj kur flasim si ish biznesmen dhe fakt si biznesmen dhe tash si kryetar? Si është Struga? Tani Struga tham që duhet të ndryshoj dhe ka filluar të ndryshoj. Sigurisht qytetarët tani e ndjen, qytetarët tani e shohin. Ne kemi filluar nga administrata në komuna, nga administrata në ndërmarrjet publike dhe drejtuesit e shkollave të cilët janë kompetencat e komunës së Strugës, dhe kjo vetvetiu ka bërë që të bëhen ndryshime nga kuadrat të cilat tani kanë marrë një drejtim tjetër. Sigurisht që nuk kemi arritur të bëjmë të gjithë ndryshimet në kuadrë drejtuese, për arsye se kemi pas shumë angazhime dhe kemi filluar tani të bëjmë ndryshime. Ku janë ndryshimet? Me ardhen time, sigurisht thashë në administratë është bë ndryshimi, por kemi kaluar edhe tani të funksionojmë ose të realizojmë disa gjëra të cilët janë të domosdoshme për qytetin e Strugës. Ta vajmë të administrata, do të shkojmë me re. Ne thashë tani do të kërkojmë llogari për qytetarët. Shumë ankesa, por edhe një vendim që largoi shumë Strugan nga vendet e punës. Si mund ta komentojmë? Tani ardhja ime sigurisht nuk do të kursej asnjë të cilin ato punëtorë të cilët nuk duan të punojnë. Me ardhen time kemi konstatuar se një pjesë të punëtorëve me vite të tëra nuk kanë qenë në punë dhe atë detyrimisht ose ligjërisht kanë qenë i obliguar të largojnë nga puna, edhe nga parimi, por edhe nga aspekti ligjor, dhe të cilët janë larguar për arsye se nuk kanë qenë me vite të tëra, me ditë të tëra në punë, dhe ato janë larguar. Me ardhen time sigurisht që i kemi ndarë 3 grupe të punëtorëve të cilët duhet të funksionojnë, një pjesë e punëtorëve të cilët janë të zellshëm dhe mund t'i falenderoj këtu gjithsesi, dhe një pjesë tjetër që kanë dëshirë të punojnë, po nuk kanë përgatitje adekuate, të cilët do të insistojmë, ti organizojmë dhe ti trajnojmë për të qenë të insistojmë të mbërrinë të grupi i parë, dhe grupi i tretë të cilët për fat të keq nuk punojnë ose nuk janë të përgatitur dhe nuk kanë dëshirë, që ne do të insistojmë që edhe ato ti përgatisim që të kalojnë te grupi i dytë për të kaluar te grupi i parë, të ato të cilët kanë dëshirë të punojnë, kurse pjesa e tjetër gjithsesi duhet mund të rrumbullaksojmë, kështu që edhe ato që është ndërprer kontrata për shkak të obligimeve ligjore që kemi pas në shtëpi, ne po jo të mund të kthehen kthehen vendimet e punës nëse i përkushtohen punës? Jo, ato nuk mund të kthehen, ato mund të kthehen nëse patjetër ligji ose gjykata i kthen të punojnë dhe të fillojnë nga e para. Për ndryshe, ato të cilët e kanë thyer ligjin duhet të përgjigjen për ato që kanë thyer ligjin. Cili ishte një për segmenteve tjera, thamë që përveç administratës ishte borxhi i ndërmarrjeve komunale, shkollave edhe kështu me radhë. Do ndalojmë tek ndërmarrjet komunale. Sa për momentin është borxhi i tyre dhe çfarë përpunohet që ato të jenë në funksion të plot? Tani borxhi më i madh është te komuna, si komunë përgjithësi, por edhe ndërmarrjet publike të cilët janë kuadër të komunës, cila përgjigjet për ato, për arsye se është komuna themeluesi i ndërmarrjeve publike. Nga disa ndërmarrje publike të cilët janë më të rëndësishme, 2 janë ato kryesoret, ajo e pastrimit komunalja dhe pjesa e ujësisë dhe kanalizimit që quhej më herët ProArfa. Kjo ndërmarrje është ndërmarrja e cila ka më së shumti probleme, e cila ka mbi 3 milion euro borxhe vetëm ndaj Evanas, plus borxhe tjera të cilat do të konstatohen në ditën e vijim.
Dhe këtu mund të konstatojmë që keq menaxhimi, shumë i keq i kësaj ndërmarrje ka sjell deri te mos koordinimin e mirë dhe problemet të cilet hasin për çdo ditë me usjelsin në qytetin e Strugës. Si e kanë pas këtij borxhi, domethënë 3 milionë euro vetëm ndaj një kompanie ka borxh ndërmarrja e usjelsit dhe kanalizimeve. Ku kanë shkuar ato para? A ka informacione dhe si kanë kushtet e kursuarit brenda atij institucioni? Tani derisa s'ka mjete të mjaftueshme, kushtet nuk i kanë të mjaftueshme, nuk i kanë solide, për arsye se kjo kompani, kjo ndërmarrje publike punon me humbje vazhdimisht, për arsye se nuk bëhet argëtimi i mjeteve të cilët duhet të argëtohen nga shërbimi që bën kjo ndërmarrje me unë, dhe kjo arrihet rreth 30%, që këto 30% besoj që në muajt e ardhshme do të rriten patjetër, sepse të hyrat janë rreth 100.000 euro, kurse të dalërat janë mbi 250.000 euro, që do të thotë në mënyrë automatike kjo ndërmarrje starton nga fillimi i muajit me humbje. Ndërmarrje tjera të cilat janë programatike sipas asaj që kemi arritur të përcjellim, domethënë aktivitetet e programit, është ndërmarrja për mbeturinat. Pastrime dhe gjelbrim, sigurisht. Gjelbrim, po. Kjo është një ndërmarrje gjithashtu që ka punuar me humbje, dhe tani kemi një drejtor të ri i cili menaxhon me këtë ndërmarrje dhe ditët e para të kësaj ndërmarrje japin pozitivitet dhe shpresoj që kjo ndërmarrje së shpejti tregohet që kalon me vetë kontribute, sepse ndërmarrjet publike janë ndërmarrje të cilat do t'i sjellin komunitarë, por për fat të keq që ndodhe kundërta, komuna i mban me një pjesë të buxhetit të saj këto ndërmarrje publike, dhe rastin konkret te kjo ndërmarrje publike komunale është për t'u lëvduar, sepse drejtori i Forca Ardhur për herë të parë pas 15-20 vite e kanë dhënë në plus, domethënë këtë ndërmarrje, dhe brenda një muaji pagat të cilat i ndan kjo ndërmarrje janë nga vetë buxheti i kësaj ndërmarrje. Dhe shpresoj që vazhdoj me këtë esuri. Janë kushtet, a ka kushte ndërmarrja për momentin që të mund të mirëmbaj higjienën e qytetit dhe krejt zonën jashtë qytetit cilën e kanë kompetenca për të. Kur thamë që ka filluar, besoj që qytetarët e shohin që ka si është ndryshimi. Ju me kamerën tuaj mund të shihni tani se si është pastërtia e qytetit të Strugës, e cila nuk ka qenë asnjëherë në këtë nivel, dhe shpresoj që të vazhdohet kjo të jetë në këtë formë. Ne kemi vazhduar të përveç në kuadër të kësaj pastrimit të qytetit, kemi edhe ndërmarrë edhe një masë shumë e rëndësishme, largimin e skelet veturave të cilat 80% të skelet veturave nga qyteti i Strugës janë larguar, kanë mbetur rreth 20%. Shpresoj që për 100 ditit të cilat ne do të japim një raport për qytetin e Strugës, do të hiqen edhe këto 20% skelet vetura të cilët e shëmtonin qytetin. Këto janë vetura jo funksionale. Jo funksionale, të cilët kanë ndejt me vite të tëra dhe nuk janë larguar, dhe tani me një urdhër të timin në komunën e Strugës dhe inspektoriatit, ne kemi arritur që 80% të tyre t'i largojmë. Ka edhe gjëra të tjera të cilë vazhdojmë të bëjmë. A kanë kamion, a kanë shisa, a kanë pesha, se këto kanë qenë arpesat të vazhdueshme sa e mbajnë vetë gjatë qeverisë. Sigurisht ne kemi arritur që në bashkëpunim me qeverinë dhe Ministrinë e Ekologjisë kemi arritur që të sigurojmë disa kamion dhe disa mjete të cilat disa i kemi pranuar dhe qytetarët janë të informuar. Shpresoj në të ardhmen të cilat ato kamiona dhe ato mjete të cilat duhet na sjellin na japën kjo ministri dhe qeveria, do të jenë në disponim të kësaj ndërmarrje dhe sigurisht efikasiteti do të jetë shumë më i lartë. Ne kemi marrë edhe masa tjera, për shembull kemi kërkuar nga qytetarët me mirë kuptim të madh që ato të lirojnë hapësirat publike të cilat janë uzurpuar, që duhet patjetër këto
të rriqen dhe duhet të lirohen këto hapësira publike, por ashtu kemi edhe shumë masa tjera të cilat kemi filluar kur jemi në kuadër të kësaj ndërmarrje, edhe kemi një donacion të pemëve dhe pishave të cilat janë dorëzuar, janë donuar nga një qytetar i Turqisë me prejardhje shqiptare, i cili na ka donuar 1300 fidane, të cilat do të mbjellen tani në Prangë. Do të thotë një frymëmarrje më mirë për qytetin. Zoti Qira, opozita në Strug ka qenë aktive dhe e përgëzoj për këtë. Pasi që ne e dim për një kohë gjatë, thuaj se s'ka pasur as pak opozit. Akuzat rënda rreth emërimit të drejtorëve të shkollave. Çfarë është e palishme gjatë këtyre emërimeve? Po i citoj zakonisht opozita, prandaj them, sepse ashtu akuzohet. Tani se di sa është aktive opozita, unë dua të jetë akoma më aktive. Në rastin konkret... Se nuk është atër më aktive? Në rastin konkret mbrojnë politikat e vjetra, të cilët janë politikat e ish-kryetarëve të komunave, të cilët janë të emëruar, këto ish-drejtorët kanë qenë të emëruar nga këto kryetarë, dhe në këtë rast po shihet se opozita ka një marrëveshje të fshehtë me ish-kryetarët, sepse i mbron veprimet e tyre. Politika që kanë zbatuar ato. Tani vjen pyetja kush me kë ka koalicion. Unë ju them publikisht që politikat e vjetra kanë mbaruar më. Tani kemi politikat reja dhe për të ndryshuar menaxhimin e sistemit arsimor gjithësisht shkollave, patjetër që duhet të ketë drejtor të ri, për arsye se drejtorët e vjetër kanë sjell në këtë gjendje materiale komunat, këto shkollat, të cilat janë bllokuar për arsye të keq menaxhimi. Tani në komunë kemi informata se rreth 500.000 euro ose gjysmë milion euro këto shkolla kanë borxhe dhe një pjesë e tyre janë të bllokuara dhe xhirologaritë e tyre nuk funksionojnë. Do thonë, tani do të jem pak më konkret. Borxhe të mëdha në pishploaka ose të ndërmarrja e ujësjesit, borxhe të mëdha tek ndërmarrja për pastrim, të higjiena komunale, borxhe në për shkolla. Paret ose tani flasim me gjuhën e qytetarëve. Paret, hajrja të tyre pareve nuk shihet askund. Përgjithësia kur është shihet për keq menaxhim, sepse nëse ka borxhe, ka keq menaxhim. Nëse ne kemi borxh, hyjmë bank, marrim kredi, duhet kemi obligojmë bankës të japim përgjegjësi. A do të ketë përgjegjësi për këtë? Ose kur pritet që të ketë? Kemi thënë vazhdimisht edhe para fushatës edhe fushatë edhe tani themi që përgjegjësi për premtimet e reja që janë prandaj po thonë përgjegjësinë. Përgjegjësi gjithsesi do të ketë, ne bëjmë revizion, kemi kërkuar revizion dhe revizioni veç ka pranuar që të jetë komuna e Strugës do të përfshihet në revizion. Ne kemi filluar edhe auditimin e IT, se një sistemi që përfshin në komunën e Strugës, sistemi IT i cili është shumë i rëndësishëm, është koka e gjithë veprimit dhe që kemi ndërmend të rrisim nivelin e këtij sektori dhe tani është për momentin bëjmë auditimin dhe të kemi informata sakta, të njëjtën e kemi kërkuar të bëhet revizioni i komunës, por edhe i ndërmarrjeve publike për të dalë me shifra të sakta dhe me formën e menaxhimit, keq menaxhimit të këtyre ndërmarrjeve publike dhe sigurisht do të kërkojmë që përgjegjësit ose drejtuesit të përgjigjen para qytetarëve, por njëkohësisht edhe para ligjit. Do të ketë gjykata e Strugës dhe prokuroria punë në të ardhmen? Unë besoj që gjykata do ta marrë seriozisht punën keq menaxhimin e ndërmarrjeve publike dhe shkollave gjithsesi, të cilat dua ta cek edhe këtu që disa nga drejtorët kanë bërë ankesë pse janë ndruar ose pse janë hequr nga
këto poste për arsye se dihet që vetëm një shkollë që është këtu Vllezrit Miladinov ka mbi 130.000 euro borxh, që e cila është shkaktuar nga 2023 deri në 2025, domethënë në periudhë kohore për 2 vjet e gjysmë ka arrit që të ketë një borxh të hatashëm. Këtë e mora si shembull, sepse të gjithë ndërmarrjet gati, qofshin ata publike, qofshin edhe shkollat, kanë të njëjtin problem. Në çka bazohet sipas jush akuzat që ju akuzojnë, domethënë rreth shkarkimit dhe emërimit të jashtëligjshëm? Ju e cikët se po mbrojnë ato drejtor dhe ato menaxhues që e kanë futur këto shkolla nëpër borxhe. Pse është jo ligjore këto? A mund t'ua shpjegojmë qytetarët? Tani, në Strug akoma nuk ka asnjë drejtor, të gjithë janë ushtrues detyre. Dhe të gjithë drejtorët, të cilët janë ushtrues e detyrës, detyrështrohen procedurave ligjore në afat prej 6 muaj, si është në bazë ligjore që kanë drejt të ushtrojnë detyren si ushtrues detyre, si drejtor të përkohshëm, dhe pastaj, pas dhënies së provimit edhe sigurisht licencave apo dokumenteve të cilat janë të nevojshme për të drejtuar këto institucione, do të ketë një konkurs ku do të konkurrojnë të gjithë, dhe ato të cilët do të jenë më të mirë, ato do të vazhdojnë punën. Ato të cilët nuk i plotësojnë kushtet, sigurisht që nuk do të vazhdojnë. Domethënë, këto nuk janë drejtor, por këta janë ushtrues detyre të cilët janë të domosdoshëm për momentin për arsye të keq menaxhimit të institucioneve që flasim. Nuk mund të ikë edhe një teme pa filluar të flasim për atë se çfarë është duke u punuar ose çfarë punohet tani. Akuzat tjera të cilat vinë nga opozita janë se si Struga gradualisht po largohet nga duart e menaxhuesve të shqiptarëve. Kryetari i Këshillit tashmë kryesohet nga VMRO, DPMN, pritet të mbrohet sekretar që ju do të na tregoni se kush do të jetë ose nëse dihet më emri ose po kujt subjekti politik do t'ju takoj. Si mund ta komentojmë zgjedhjen e kryetarit të Këshillit, por edhe kush do të jetë sekretari më parë? Me zgjedhjen e kryesuesit të Këshillit, sigurisht që askush nuk ka humbur dhe askush nuk ka fituar. Është bën një ndryshim, një rokat ta quaj. VMRO DPMN ka marrë kryesuesin, Vleni dhe të marrë sekretarin e komunës, që ka qenë në duart e LSDM-s 4 mandate. Tani do t'i takoj Vlenit, dhe kjo është një marrëveshje shumë e arsyeshme për arsye sepse unë kam menduar sekretari është shumë i domosdoshëm për komunën e Strugës, i cili do të ndihmojë menaxhimin e komunës së Strugës. Ne kemi bashkëpunim shumë të mirë me VMRO DPMN. Në rastin konkret, tani për tani, Vleni gjithësisht unë si kryetar menaxhoj me gjithë ndërmarrjet publike. Sigurisht që ne kemi marrëveshje që të japim edhe ndërmarrje publike të cilën e ka pas LSDM-ja më herët ose një ndërmarrje tjetër VMRO DPMN, sepse ne jemi në bashkëpunim dhe bashkarisht do t'i ndjekim dhe ta zhvillojmë Strugën duke pas parasysh edhe ato bashkëpunimin me qeverinë e cila ka projekte ose ka mjete të cilët ne me aplikimin, me projektet tona, dhe të arrijmë që të ndryshojmë Strugën. Atëherë, tashmë i folëm, mendoj që i rrumbullakuam pjesën më të rëndësishme të temave për cilat flitet, dhe tema e fundit para asaj se çfarë po punohet për momentin është çështja e procesit gjyqësor për festën e flamurit. Mediat informojnë se do të ketë një proces gjyqësor për në muajin shkurt. Ose në Ramazan, kështu siç e quajmë. Se atëherë në atë periudhë mbas ditës së shkurtit. Si e komentoni edhe këtë? Unë akoma nuk kam informat zyrtare ose ndonjë ftesë për ndonjë gjykim rreth flamurit.
Unë sigurisht kam edhe arsyet e mia të cilët do t'i paraqes para gjykatës nëse do të ketë dhe kur do të ketë ndonjë gjykim, sepse kam mënyrën sepse si është paraqit, si është mbajtë festa e flamurit. Kjo është temë sekundare për mua, sepse për mua janë tema të rëndësishme se çfarë do të bëjmë për qytetin e Strugës. Ne kemi filluar të punojmë masovikisht dhe një pjesë dërmuese qytetarëve ka mbështetje të madhe dhe unë i falenderoj sidomos gjatë kohës së vërshimeve kur ishin në qytetin e Strugës, kur ne arritëm që pa tender, po vetëm me një ftesë telefonate, shumë kompani të qytetit të Strugës u aktivizuan dhe kanalet të cilët nuk ishin pastruar me vite të tëra arritën për një kohë të shkurtër t'i pastrojmë. Do t'i bisedojmë veç të tema, nuk do të ndryshim sepse dua ato normal të trajtojmë kështu, pak më konkretiste. Kjo është çështje shumë e rëndësishme, po edhe një pyetje tjetër. Çka ndodh me Audin? Ishte projektimi të dalë në Ankan dhe do të shitet. Sigurisht nga ditët e para dhash urdhër për shitjen e Audiut dhe ajo duhet të kalohet, tani është në seancën e radhës, të kalohet në këshill patjetër sepse ashtu është edhe procedura. Gjithsesi ju e keni parë që ajo vetur nuk shfrytëzohet nga unë dhe duhet patjetër shitet dhe ato mjete sigurisht do t'i dedikojmë për pjesën që ka nevojë, ato që kemi thënë deri tani për shtresa, për fëmijë me aftësi të kufizuar, që do të marrim ndoshta një furgon dhe do të shfrytëzohet këtë drejtim. Gjithsesi kjo do të shitet, të jenë sigurt që qytetarët, sepse është premtim ndaj qytetarëve dhe gjithçka që është premtuar duhet edhe të mbarë. Do të thotë ne kemi memorien e mirë, i cekëm gjitha çështjet. Tani të flasim më konkretisht. Jemi rreth qytetarës të qytetit dhe shohim se nuk është shumë stabile, mirë po stabile në aspektin infrastrukturor, duket ka gropa, ka rënime, ka dëmtime kështu me radhë. Flasim tash për projektet konkrete. Çfarë keni nisur të punoni brenda periudhës kur e keni marrë mandatin dhe çfarë presin qytetarët? Cili është projekti më i rëndësishëm që po e punoni për moment? E kam thënë gjithmonë që ka aq punë, aq projekte në komunën e Strugës që vetë nuk i bëj dot. Një pjesë e tyre patjetër duhet bëhen me projekte dhe me bashkëpunime e qeverisë dhe për fat mirë nga momenti i ardhes sime kam bashkëpunuar me qeverinë dhe sidomos me Ministrinë e Ekologjisë, e cila na ka dalë në ndihmë edhe në pjesën e maqinerisë të cilët janë të nevojshme për pastrimin e qytetit të Strugës, por edhe projekte të tjera shumë të rëndësishme, siç është projekti i Buzliqenit, i cili është një rrugë nga Euroteli deri te Ura, të cila për fat keq nuk është bë drenazhimi i asaj rrugë dhe ky problem është te qytetarët, sigurisht e kanë vërejtur që kur bie shi mbetet uji dhe ky pjesë ka kanalizim atmosferik. Dhe tani ne kemi duhet përgjegjësi të ketë për këto. Basi s'ka gjithsesi për gjithçka duhet të ketë përgjegjësi, ne do ta fillojmë, kemi filluar projektin, e kemi hapë tenderimin dhe tani shpresojmë të mbyllet tenderimi dhe besoj që para verës ta mbyllim si projekt shumë të rëndësishëm. Pa lënë në anash edhe qytetarët duhet të shohin se ne kemi arritur brenda 2 muaj që gjithë pjesët e qytetit të Strugës të ndriçohen. Duke u aktivizuar vazhdimisht unë si qytetar, po edhe sektorët tjerë që çdo vend ku nuk ka pas ndriçim, tani kemi ndriçim, por jo vetëm qyteti i Strugës, por edhe në përfshatra që e shohin qytetarët, dhe më thënë edhe në Vramnisht, edhe në Velisht, edhe në shumë fshatra tjera. Normalisht që ky projekt nuk është rrumbullaksuar, por shpresojmë që për një muaj dhe të përbyllet gjithë ky problematika e ndriçimit që ka qenë pjesë e problemit të viteve të kaluar. Kur ka pas vëshime edhe përmbytje në vendin tonë, Struga ka qenë e pa mundur të mos jetë viktimë kushtimisht apo me atyre
përmbysjeve, si vjet për fat mirë diçka e tillë nuk ndodhi, ju fillua të shpjegoni diçka. Kanalet, si është gjendja për momentin me kanalet të cilat janë si filter për shkarkimin nga ujërat e tepërt të qytetit, por edhe që shmangin. Struga është vend moçalik, e dini të gjithë që gjithmonë ka ujë dhe ujërat në toksore janë shumë afër dhe me rreshjet e shiut me njerë vjen deri te vërshimet edhe të përmbytjet. Për fat mirë më herët ka qenë gjithmonë kjo strukturë e kanaleve ka qenë mirë e strukturuar, por për fat keq nuk kanë qenë të pastruar. Edhe pse një pjesë e kanaleve ka përsipër një ndërmarrje privato-publike e pushtetit qendror, vodostopanstvo quhet, e cila nuk është efikase. Dhe një pjesë të kanaleve duhet t'i pastrojë komuna. Tani ne pa marrë parasysh që kjo nuk ka qenë identifikuar cilat nga këto kanale janë nën kompetencën e komunës dhe cilat në ndërmarrjen vodostopanstvo, ne kemi arritur për një periudhë shumë të shkurtër, duke falenderuar sigurisht kompanive ndërtimore të cilat kanë pas mekanizëm dhe kanë bërë pastrimin e këtyre kanaleve, dhe ne për disa ditë kemi arritur që të i pastrojmë pjesën dërmuese të këtyre kanaleve për të vazhduar edhe më tutje që para pranverës t'i pastrojmë të gjitha në mënyrë vullnetare të këtyre kompanive. Normalisht që ka edhe një buxhet për pastrimin e këtyre kanaleve dhe ka edhe një buxhet tjetër të cilat e kësaj ndërmarrje vodostopanstvo i pagon komuna, dhe shpresoj që në të ardhmen do ta detyrojmë që të jetë më efikase. Deri tash janë ndarë mjete, a ka ndarë komuna mjete për pastrimin e kanalit? Po sigurisht për çdo vit ndahen mjete për kanale, po për fat keq tender, është darë tender ose në çfarë bazë janë? Po tani ka pas tender, ka pas kompani, pjesa thash një pjesë ka kjo vodostopanstvo të cilët i ndahen mjetet, dhe një pjesë ka pas tender për pastrimin e këtyre kanaleve, por me vitet të tërë ka kanale të cilat me vitet të 10 vjet edhe 15 vjet nuk janë pastruar. Kërkohet llogari nga ato kompani që nuk i kanë pastruar kanalet, ndërsa mjetet i kanë marrë. Tani ne do të kërkojmë llogari nga organet menaxhuesit e këtyre të cilët kanë ndarë tenderet edhe mjetet, mandej pjesa tjetër i takon institucioneve tjera të cilët duhet të marrin masa për mos realizimin ose mos efikasitetin e këtyre. Cilat janë projekte tjera që bëhen përveç ose që janë realizuar, ose që janë në fazë realizimi përveç kanaleve dhe punëve tjera cilat i cekëm tash? Tani një projekt i cili është i domosdoshëm sigurisht e pat tani ku kaluam aty rreth liçenit, ku është bëhet derdhja e liçenit të Lumi, është një shëtitore që është e rrezikshme, e cili është hapur veç projekti është gati. Dhe të fillohet hapë tender dhe të ketë së shpejti dhe shpresoj para verës të mbyllet si projekt. Mandej ato që kishin projekte të vogla, sigurisht keni parë edhe rreth shëtitores se pastruam e rregulluam. Vazhdojmë me pllakat të cilat janë të thyera, të dëmtuara nëpër qytet, edhe ato në mënyrë më shumë vullnetare nga kompani të ndryshme kemi gjetë sponsor, dhe vazhdojmë më të tje me projektin i cili e kemi premtuar, projektin e rrugës Moroisht Struk, të cili dhe tjetë së shpejti tenderimi për projektimin e asaj rrugës, dhe një pjesë e asaj rrugës shpresoj të realizohet, sepse është tenderi veç gati dhe shpresoj për 1 muaj, 2 muaj të mbyllet tenderimi dhe të vazhdoje nga pjesa e liçenit në pjesën e rrugës magjistrale, që dhe tjetë një pjesë shumë e rëndësishme ku janë datë edhe nga parat veç i kemi nga qeveria, rreth 2.2 milion euro, të cilët është një ndër projektet më i madh gjatë këtij viti.
A do të ketë komuna mundësi dhe fuqi në buxhet për të realizuar rrugën që quhet si rruga e Moravishtës dhe pjesën tjetër, sepse e di që ishte një prej premtimeve kryesore dhe njëri prej premtimeve kryesore në fushat. E ceka që nga liçeni deri te rruga magjistrale parat janë siguruar nga qeveria. Dhe kjo është një e mirë. Që kam thënë që duhet bashkëpunojmë gjithmonë me qeverinë. 2.2 milion euro. Dhe pjesa tjetër nga rruga magjistrale deri në Morovisht projektohet tani dhe do të gjejmë mjete të cilët patjetër duhet ta realizojmë. Kemi projekte tjera mandej me qendrën Locak, të cilët na janë ofruar qytetar shqiptar nga diaspora, të cilët janë përkushtuar për këtë punë, që do të thotë që janë si shihet zgjidhja e qendrës Locak, sepse qendra Locak kur sa më shumë që është premtuar zgjidhje për to, aq më shumë është rrit numri, ja fatkeqësisht fol për strugat. Tani unë nuk flas për ata që kanë premtuar, unë flas për ata që do të bëjnë. Sigurisht ka projekt konkret, ne tani e kemi po projekton. Kemi gjetë edhe personin i cili është i kyçur drejt për së drejtë. Është interesuar, e ka gjetë edhe lokacionin. Shpresoj që në mënyrë më shpejt për të ndërtuar strehimore ku do të vendosen qenë. Biles janë të interesuar 2 persona të cilët normalisht një pjesë të shpenzimeve do ta merr komuna. Kemi bë tani veç analizën e fizibilitetit dhe kemi numrin e sa gati të qenëve në qytetin e Strugës, të cilët do të strehohen të ajo stacionara apo strehimore e cila. Për shkak se koha na kalon shpejt, ne kemi ecur ndoshta 1 kilometër, mirë po janë bërë shumë minuta. Edhe 2 ose 3 projektet, kështu vetëm mund të sa për një përmbyllje, një rrumbullaksim, që mendoni se do të mund t'i realizoni të paktën brenda këtij viti. Jo deri në fund mandatit, por brenda këtij. Përveç projektet që thash, përveç atyre që tham, po. Tani kemi projekt tjetër të cilit bus liçenit te Vreshtat, nga Askampi deri te Podmole, afër Podmoles, ku do të ketë një shëtitore dhe një vend për bicikleta, dhe aty gjithsesi do të rregullohet edhe rruga e cila është e dëmtuar rreth kësaj se pjesës më të bukur të Strugës, e cila do të i dedikohet atë personave të cilët kanë qejf të lëvizin me bicikletë, por edhe të ecin gjatë ditës. Kemi projekte tjera, normalisht edhe projektet vogla të cilët do t'i mirëmbajmë rrugët të cilët janë të dëmtuara. Kemi projekte në Ladorish për një pjesë të ujësiesit për ta përmbyllur që e kemi nisë më herët, për 50 shtëpi, dhe kemi projekte tjera të cilët janë shumë interesante që do t'i shohin qytetarët dal nga dal, dhe unë mendoj që brenda vitit do të kemi shumë projekte përveç asaj pjesës të kulturës, të artit, të sportit, edhe shumë pjesë që qytetarët janë të interesuar. Unë do të bëhem thash për sipër të fundit tepër lokalist. Domethënë jo vetëm Struga, por edhe si do vazhdoj. A do të ketë ndonjë zgjidhje domosdoshme me problemin e ujit? Unë jam vetë banor i atij fshati, pavarësisht që shumica nuk ka se kaloj në Shkup, 1/3 e vitit prapë, sidomos gjatë verës se kaloj në atë fshat, dhe problema esencial është uji për pirje. A ka zgjidhje apo nuk ka zgjidhje? Folëm lidhje me këtë ndërmarrje ujësisë kanalizimi, që është ndërmarrja më problematike. Ujësisi është jo vetëm në Dologosht, po është në gjithë fshatrat gati. Problem përveç një 7-8 fshatrat të cilët e kanë zgjidhur. Ne do të bëjmë pamundurën për të zgjidhur problemin sepse problemi më i madh i ujësisit është tek problemi me borxhet ndaj vënës, që janë
mara mense, dhe më thënë 2-3 milion euro, thash, vetëm ndërmarrje ujësies dhe kanalizimi, por edhe Dologozhdi. Dologozhdi ka mbi 100 e sa mi euro, vetëm borxh ndaj Ivanas për ujësiesin. Ndërmarrje që ka menaxhuar para se ti të kaloj. Sigurisht, sepse ka qenë më herë ndërmarrje publike dhe tani jo është kthy përsëri ujësiesi dhe kanalizimi dhe jo kthy komunës. Dhe problemet të këtilla ka në secilin fshat. Shpresoj që mundohemi ta zgjidhim. E kanë thënë gjithmonë që kjo është një shumë problem i madh. Edhe problemi i deponisë dhe ujësiesit dhe kanalizimit janë dy probleme kryesore që duhet zgjidhen, por nuk zgjidhen vetë. Zgjidhen në bashkëpunim me qeverinë, në bashkëpunim me IPA fonde, me fonde tjera, me ambasada etj. Shpresoj që të fillojmë ta menaxhojmë mirë. Gjithë kjo ka ardhur, ndoshta jo 100%, po më shumë ti ky problem ka ardhur me keq menaxhimin që është bërë edhe në fshatin e Dologozhit, i cili për fat keq ka arrit, nuk ka arktuar mjetet cilat është dash pagojnë qytetarët, dikush ka paguar, dhe kjo ka ardhur deri te kjo situatë që është tani. Zoti Qyra, ne kemi edhe shumë për të biseduar dhe me siguri që duhet gjithë ditën të rrimë dhe së ndëjmë përmbyrje. Në dhe kjo hapësirë pashë të kemi një sakirë edhe në studio, por edhe përsëri të tjemi këtu gati mos ma shumë çdo kvartal të vitit, ne dhe të vitit dhe kërkojmë llogaritë. Patjetër jeni të mirë se ardhur, ne jemi transparent me këto intervista, sigurisht e bëjmë edhe obligimin tonë që të jemi transparent ndaj qytetarëve, sepse ne kemi obligim gjithçka çfarë punohet duhet edhe t'i tregohet qytetarëve. Mbas ju nuk e thatë e thomu, një prej kushtet ose sukseseve para është qytetarët tash nuk kanë qasë në komunë për duke i ndjekur aktivitetet, por edhe të informuar shumë. Unë falenderoj edhe një herë, uroj që të keni sukses dhe që jemi në kërkimin e llogaridhënies së ta quaj në të ardhmen. Shikues të nderuar të Ora 24.tv dhe almagos.com, ishte kjo intervista me parë, do të them, e zotit Mendi Qyra, pra kryetarit të komunës së Sllugues, pasi e ka marrë detyrën. Ne po ashtu është intervista e parë e imja pas për këtë sezon. Të shihemi me risi shumë të mëdha në Ora 24 dhe në Almagos, dhe deri atëherë mirupafshim dhe një falënderim edhe për stafin që sot e lodhën pa. Faleminderit. Mirupafshim.